Të nderuar të rinj e të reja, i nderuar lider i shqiptarëve, Zoti Ali Ahmeti. I nderuar shef i shtabit politik, kryeministri i parë shqiptar, Zoti Talat Xhaferi. E shumë i dashur kryetari i Degës, Zoti Valdez Xhaferi. Ju falenderoj gjithëve sinqerisht për kohën dhe vëmendjen që keni ndajt që sonte të jemi në këtë takim rinor. Është një nder i madh dhe një përgjegjësi e veçantë që jem i përzgjedhur i juaj për të ushruar detyrën si shef i shtabit politik rinor në Degën e Kosivarit. Sot, më shumë se kur, rinia ka nevojë për një vizion dhe një udhëheqje drejt së ardhmes. Dhe ajo që ne kërkojmë është më së e qartë. Është rruga europiane, është rruga e vlerave, rruga e zhvillimit, rruga e drejtësisë dhe barazisë për të gjithë qytetarët në këtë vend. Edhe ne si të rinj, po ndjekim situatën politike në vend dhe diskutojmë mbi këto çështje mes nesh, po edhe me bashkëqytetarët tonë të komuniteteve tjera. Dhe shohim se, fatkeqësisht, Maqedonia e Veriut nuk po ecën me hapa të sigurta drejt këtij destinacioni. Rinia nuk kërkon privilegje, rinia kërkon mundësi. Dhe ne dim që këto mundësi vijnë vetëm përmes integrimit të plot në Bashkimin Evropian. Është koha të flasim qartë. Pa rini nuk ka të ardhme, e pa të ardhme europiane nuk ka rini. Vendi in rrezikon të ngecë dhe të shndrohet në një vend dëshpërimi. Kjo bluzë që kam veshur unë sonte nuk është e rastishme, sepse në të është lideri in kur ka pas 24 vjet dhe kur ka qenë aso kohë si student në Universitetin e Prishtinës. E sot është e kundërta dhe ne si rinistë, po në atë moshë dhe po në si student, po të cilët i kemi të njëjtat parime dhe të njëjtat vlera. Pikërisht nga rinia nisin momentet që do të rtojnë të ardhmen. Është rinia ajo që ndes shpresën, ajo që sjell energjinë për ndryshim dhe që hap rrugën për një të nesërme më të drejtë, më të barabartë dhe më evropiane. Ne jemi këtu për të kontribuar, ashtu siç kemi kontribuar çdo herë, për të ndryshuar dhe për të udhëhequr. Lider, Zoti Ahmeti, mbështetjen tonë e keni dhe do ta keni. Ne jemi të rreshtuar pas vizionit tuaj me përkushtimin më të madh. Dhe do të vazhdojmë të shtim këtë vend drejt dritës, drejt Evropës, drejt progresit. Zoti i bekor shqiptarët ju falenderit.